paradushme e zyrtarëve evropian nga Brukseli, që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shoqërinë serbe dhe dërgimin e draft statutit të saj në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Pra, unë pres që sërish zyrtarët e Bashkimit Evropian heqjen tërësisht të masave ndërshkuese për Kosovën ta lidhin edhe me dërgimin e draft statutit komunave të asociacionit e komunave me shoqëri serbe në gjykatën kushtetuese, që do të thotë edhe fillimi i procesit të krijimit të këtij asociacioni. E qartë, zoti Ziri, nga ana tjetër, a nënkupton ky edhe një sinjal pra po i shuaj rehabilitim në thonjza të Kosovës në sytë e Bashkimit Evropian? Unë besoj se do të ketë një lloj rehabilitimi, pasi që bazuar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë është mjaft i qartë në kërkesat kur kanë të bëjnë me Kosovën dhe me procesin e dialogut. Një njëjta gjë do të jenë shumë konkurс e të qartë edhe me palën kosovare, kështu që masat dëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës do të heqen në momentin kur evropianët do të jenë të bindur se Kosova po merr hapa konkret, siç thash në 2 drejtime, në periudhën kur do të bëhet kalimi i pushtetit nga ish kryetarët shqiptar tek kryetarët e ri serb që vijnë nga lista serbe në 4 komuna e pjesës veriore të vendit, por që unë pres që një pjesë e këtyre masave do të mbeten si kusht që Kosova të fillojë realizimin e një pike e asaj pike apo pjesës që ka të bëjë me marrëveshjen e Ohrit, Brukselit të Ohrit, e që ka të bëjë me formimin e asociacionit të komunave me shoqëri serbe. Ndërsa hapi i parë drejt përmbushjes së kësaj pike është dërgimi i draft statusit të saj në gjykatën kushtetuese të Kosovës. E qartë, por zoti Ziri, çfarë nën teksti politik fshihet tjetër pas kritikave më të forta që Marta Koz bëri ndaj Serbisë në progres raportin e këtij viti? Me atë se unë kam lexuar raportin e progresit të Bashkimit Evropian që ka të bëjë me Serbinë, tashmë Serbia po ballafaqohet me një destabilitet të brendshëm politik, me një pushtet gjithmonë në ngritje në autoritarizëm, për cilën është i njohur zoti Vučić, por edhe me atë që në tekstin cilin unë mundova ta kuptoj është që Bashkimi Evropian kësaj herë është më kongullës që Serbia ketë një definicion të saj rreth procesit të integrimit të drejt Bashkimit Evropian, e që të bëjë me atë që quhet përbotimin e lojës me 2 porta ose unjen e 2 karrika. Pra, Serbia nuk mund të vazhdojë edhe me Rusinë, edhe me Bashkimin Evropian, dhe sipas raportit të progresit evropian për Serbinë, aty i bëhet qartë se Serbia më duhet përcaktohet se cilën agent e ka prioritare me prioritet saj, Bashkimin Evropian apo shkuarja drejt përfundimisht drejt orbitës ruse. Kjo ka qenë ndoshta ajo vija në cilën është munduar paksa të fshehet që për t'i dhënë një rast tjetër Serbisë, por që është shumë evidente që tashmë Bashkimi Evropian sikur është ngopur me ato deklaratat që vijnë nga kreu i shtetit serb zoti Vučić për që Serbia është e gatshme, që Serbia është këmbgulse në drejtim të procesit e integrimit evropian. Mirë po, fillimi i ngjarjeve politike atje nuk shihet se në një gjë të tillë Serbia është duke e ndjekur, për shkak se çdo ditë raportohet për protesta,
kundër regjimit të Vučićit dhe gjithmonë një forcim i aparatit shtetëror të Vučićit që po e cenon demokracinë e brendshme në Serbi, por që është edhe një cenim i partive opozitare atje që tashmë thuajse janë po kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe po kërkojnë edhe dorëheqjen e presidentit Vučić. E qartë. Mirë, zoti Azeri, për ta mbyllur tashmë sepse jemi në fund, si duhet ta shfrytëzoj Prishtina pra këtë moment për të përmirësuar edhe imazhin e vet ndërkombëtar? Prishtina duhet të bëjë hapa që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian, nga Brukseli, në drejtim të shëndosjes së gjendjes në pjesën veriore të vendit, ku qeveria jonë ka dështuar që të vendosë një dialog atje pasi që ka pasur edhe veprime të mira, siç kanë qenë ato veprimet kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe elementeve të tjera, mirë po ajo që ka munguar në veprimet e qeverisë të zotit Kurti ka qenë se nuk ka marrë iniciativë për të vendosur një dialog me qytetarit serb atje, qoftë ata shoqërisë civile, qoftë nga segmenti i biznesit apo i kategorive të tjera sociale, për dërguar një mesazh të mirë edhe për Bashkimin Evropian, edhe për partnerët tanë tjerë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që qeveria e Kosovës nuk ka synim luftimin e serbëve, por ka synim luftimin e krimit dhe korrupsionit. Këto nuk i ka bërë qeveria e Kosovës, do duhej që të fillonte tani me një dialog shumë përafërt me qytetarët serb atje për t'i garantuar e siguruar se veprimet e fundit nuk kanë qenë kundër tyre, për promovuar investime në atë pjesë të vendit, që do të ishte mesazh i mirë nga Prishtina për Brukselin, por në farë forme edhe për qetësimin e serbëve kosovar në atë pjesë. Po ashtu, si që thashtë dhe më parë, është shumë e rëndësi se si do t'jetë kjo periudha e tranzitore për shtetit nga ish-kryetarët shqiptar tek kryetarët serb, bëhet ky kalim në mënyrë demokratike, në mënyrë paqësore, konform ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, dhe Prishtina të fillojë ti dëgjoj më shumë këshillat e partnerëve ndërkombëtar, sidomos që kanë të bëjnë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E qartë, mirë, zoti Azeri, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të dëgjohemi sërish në aktualitetin e radhës.